unë vetë, unë ndihem kulturalisht i krishterë. Unë nuk jam besimtar, unë krishtërimin e quaj si fe, si doktrinë e quaj absurde, si shquaj edhe islamin. Por unë mendoj që qytetërimi perëndimor i sotëm, që unë e dua shumë, dhe që e konsideroj një nga gjërat më të rëndësishme që ka prodhuar ndonjëherë humaniteti, është i bazuar në një masë të konsiderueshme të krishtërimi. Fjala vjen, janë një numër vlerësh, monogamia është e krishterë. Tani e kanë marrë një pjesë e madhe botës islame, e kanë adoptuar edhe ata si vlerë. Po është e krishterë. Ose sekularizmi, laicizmi është i krishterë. Dhe bazohet tek fraza që ka thënë Jezu Krishti, që ka thënë dikujt që hodhi monedhën. Çfarë bëjmë tani me këtë? Monedha kishte fotografinë e perandorit romak. Edhe Cezarit, ai tha, ç'është e Cezarit, i jep Cezarit. Ishte fjala për taksën. Ç'është e Zotit? Ç'është e Zotit, jepja Zotit. Edhe me këtë, kjo frazë, mbi këtë frazë është ngritur, le themi, vlera e madhe, apo kultura e madhe, apo praktika e madhe e sekularizmit në botë, ndarja e kishës nga shteti. Çfarë është e Zotit, është e Zotit. Çfarë është e perandorit, është e perandorit. Ose të drejtat e njeriut. Drejtat e njeriut e kanë burimin të një fraze që thuhet në Testamentin e Vjetër, njeriu, Zoti e bëri njeriun mbi bazën e imazhit të vet. Pra çdo njeri që është mbi faqe të dheut, është njësoj, le themi, në sytë e Zotit është i njëjtë me personin tjetër, pavarësisht nga ngjyra, pavarësisht nga etnia, pavarësisht nga çdo gjë tjetër.